Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme do të flasim për provimet e maturës, provime që nisin me datën 2 qershor dhe do të përfundojnë me datën 23 qershor. Me ne është bashkuar Gevjo Tabaku nga portali studentor. Zotë Tabaku, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit juve. Një maraton e gjatë për maturantët, që është i vështirë, duke nisur me provimin e anglishtes. Çfarë pritet nga ky provim? Në fakt, sot këtë vit do të thënë bëjmë 20 vjet të maturës shtetërore, pra 20 vjet që nga momenti që janë vendosur këto provime dhe është një moment i veçantë për gjithë ata që mbarojnë shkollën e mesme dhe tashmë do fillojnë pra një etapë të re në jetën e tyre, pas 12 vitesh arsim, do fillojnë të futen në universitet, marrin statusin e studentit edhe pastaj do nisin një jetë të re, si më thënë. Në fakt, provimet e maturës të këtij viti janë krahasimisht do të thënë njësoj për çështje vështirësie, formati ose hartimi të testeve me vitet e kaluara. Nuk është se kemi ndonjë risi të veçantë në përmbajtje të paktën ose në mënyrën se si hartohen provimet. Dhe siç dihet, provimet të hartuara në një mënyrë të sigurt, në kuptimin që hartuesit izolohen për disa ditë derisa hartohet pastaj teza përfundimtare, bëhet gati dhe shpërndahet ditën e nesërme, po themi për gjuhën e huaj nëpër gjithë shkollat dhe qendrat e testimit në vend. Dhe më pas vijon procesi për rreth 26.500 maturantët e këtij viti. Nis me provimin e gjuhës së huaj, ku janë gjuhë të tilla si anglishtja, që është më e zakonshmja, italishtja, gjermanishtja e tjerë, dhe përfundon në 23 qershor, siç thatë ju, me provimin e lëndës me zgjedhje, ku maturantët më pas përfundojnë edhe gjithë procesin e provimeve të maturës për të pritur pastaj për procesin e aplikimit universitar. Sa herë ka provim matura e ajo që tërheq interes është edhe mënyra e kontrollit që ushtrohet gjatë kryerjes së këtyre provimeve. A ka kontrolle shtuara këtë vit, cilat janë masat që janë marrë nga ministria? Po, në fakt është e vërtetë ajo që konstatoni, sepse dhe ministria ka dalë në një deklaratë, dhe ministra e arsimit në këtë rast ka deklaratë disa ditë para zhvillimit të provimit të parë dhe të nisjes procesit, ku ka thënë se do ketë masa të shtuara, në kuptimin që administratorët e provimit janë instruktuar që të bëjnë punën e tyre me seriozitet maksimal dhe të mos lejojnë këto pjesët e vogla pastaj që prishin të gjithë procesin. Në fund të ditës kemi të bëjmë me disa provime, të cilat janë provime që duhet të jenë në bazë meritokracie, që do të thotë për të gjithë nxënësit që në pjesë të provimit duhet të sigurohet barazi totale, pra nuk mundesh që si administrator, po themi, të shkelësh rregullat, por edhe si nxënës të shkelësh rregullat, sepse rregulli që shkel ti merr në qafë edhe të tjerët. Dhe duke pasur parasysh këtë fakt dhe faktin tjetër pastaj që provimet e maturës kanë ndikim shumë të madh tek procesi i aplikimit universitar, nuk është se janë thjesht provime dalse, siç mund të jenë provimet e klasës së 5 apo ato të lirimit, që në fund të ditës çfarë do rezultati të marrësh ti nuk të krijojnë probleme me degën e studimit që ti do vazhdosh në universitet. Të maturës janë krejt e kundërta, sepse të krijojnë probleme. Nëse ti nuk del mirë te këto provime, nëse shpërqendrohesh nga faktorë të jashtëm, nëse nuk sigurohet qetësi në sallën ku zhvillohet provimi, apo administratorët nuk e bëjnë mirë punën e tyre, pra nuk krijojnë mbarvajtje të gjithë procesit, procesi cënohet edhe, siç e thash më përpara, mund të ketë nxënës të cilët penalizohen nga kjo gjë. Dhe nga ana tjetër, normalisht që kur ke një nxënës që me anë të voglet, për shembull, futjes telefonit, pyshme që mund të bëhen, merr 10, ndërkohë që nuk e meriton atë notën. Tjetër që meriton për shkak dhe penalizohen nxënës të cilët në kanë studiuar, kanë mësuar gjithë të vit, penalizohen nga ata të cilët me anë të hilet, kopjes e tjetër, ty pra ty arrin të marrin rezultate më të larta se këta, duke rezultuar pastaj
tek ta që ftojnë deg më të mira në universitet. Çka për mendimin tim nuk është e drejtë, sepse haku në atë që takon. Pra për çështje masash, janë masa konsistente, siç kanë qenë për gjatë vitet, por patjetër është në këto fushë të telefonit si të eliminohet, është bërë thirrje edhe për administratorët e programeve që të lejen të sigurojnë që të ruajnë. Po pastaj janë problematika se i ke pasur vit me edhe vështirësi mund të eliminohen deri në zero. Gjithashtu një nga problematikat që është evidentuar çdo vit është edhe dalja e tezës para se të zhvillohet provimi, por edhe gjatë ushtrimit të provimit. Pritet që ndodh prap, nuk do të bëjmë Nostradamusin, por të paktën nga gjithë eksperienca viteve të kaluara dhe si mund të menaxhohet ky lloj defekti që ka sistemi në këtë rast. Po, është e vërtet. Ne kemi vënë re, domethënë, vazhdimisht për gjatë viteve që ka nisur provimi, 5 deri 10 minuta pasi nis provimi, publikojnë në rrjetet sociale foto nga teza që nënkupton se nxënësit kanë futur telefonin brenda ambienteve që zhvillohet provimi ose një administrator, pra mund të ketë bërë pjesën e vendosjes së telefonit. Shiko, nuk është një gjë e vështirë për ta rregulluar, mendoj unë. Domethënë, do doja të mos ekzistonte si fenomen, sepse siç e thash, është një praktikë që minon ose dëmton ata që meritojnë ose ata që kanë studiuar gjatë gjithë jetës tyre dhe ata penalizojnë realisht nga një notë e lartë që merr dikush pa merit. Se aty është e gjithë puna, nuk është puna po marrim thjesht sa nota të mira dhe u mbyll. Çështja është që kur konkuron në universitet, 50% e pikëve në shumicën e rasteve vijnë nga provimet e maturës. Dhe siç e kuptoni, krijohet një disbalancë shumë e madhe kur dikush me kopje ose me hile ose etj ja merr vendin dikujt që nuk i ka bërë këto dhe nuk meriton që t'ja marrë vendin dikujt tjetri. Tani për telefonin është fatkeqësi, domethënë, unë mendoj që duhet të ketë masa më të rrepta të paktën në hyrje të nxënësve kur futen në sallat e provimit, sepse aty ndodh edhe pjesa me telefonin. Dhe fatkeqësisht është një situatë që është më e zakonshme në rrethe, jo në Tiranë. Domethënë në Tiranë ruhet një farë sigurie, domethënë ruhet një farë rregulli kur vjen puna te kontrolli për telefon. Në rrethe pastaj çaloni çik puna. Për shembull, ju rikujtoj një rast që është evidentuar nga vetë ministria. Në Kuks, për shembull, kishte qenë me mesatare 5 ose diçka e ngjashme tek ka pas një lëndë 5, gjuletërsi në mos gabohem, dhe në provim kishte dalë me notën 9. Tani 4 nota plus nga nota bazë që ti ke nuk është normale. Dhe këto vinë si rrjedhore të gjitha këtyre që tham. Dhe pastaj është ajo që tham që çon në prishjen e gjithë ekuilibrit. Cili nga provimet konsiderohet si më i vështirë nga maturantët, duke referuar gjithmonë viteve të kaluara? Në fakt ka një lëvizje këtu, sepse historikisht ka qenë matematika. Domethënë ka qenë provimi që dhe si lëndë në fakt në shkollë, matematikën kanë më shumë frikë dhe asin më shumë vështirësi. Po, të paktën me sa kam vënë re unë, ka ndryshuar pak trendi dhe po shoh që kanë më shumë frikë gjuletërsinë. Sepse matematika është eksakte dhe sado të mos jesh i mirë tek ajo si fush, ti arrin që të mbyllësh ushtrime ose të marrësh një notë mesatare edhe në provim. Po gjuletërsia është jetë subjektive dhe ka ato kleçkat e veta, çdo pyetje domethënë duhet të lexosh mirë tekstin, duhet t'japësh përgjigje të sakta me drejtshkrim, duhet t'i formulosh mirë përgjigjet e tua, pra ka një nivel më të shtuar vështirësie se sa një shkencë eksakte si matematika. Kështu që po them që ka ndryshuar pak trendi. Deri 2 vite më parë sigurt kemi pas matematikën që kishin më shumë frikë, tani ja ka marrë vendin gjuletërsia. Duke referuar përsëri edhe asaj që ne po diskutonim pak më herët për
problematikat që shfaqen zakonisht gjatë provimit, cilin nga qytetet është më problematik, të paktën nga gjithë statistikat që ju nxjerrni vit për vit? Kuksi, duke qenë se u referuat pak më herët, apo qytetet të tjera? Po, më problematik ka rezultuar ndër vite, flasim, ka rezultuar Kuksi. Sepse ka pasur, do më thënë, ne bëjmë një krahasim me notat që marrin në provim maturantët në bazë qarku. Pra ne marrim gjithë 12 qarqet e vendit dhe shohim se sa është nota mesatare për secilin qark që dali në provim. Dhe Kuksi për 3 vite rresht pak a shumë ka qenë i pari në gati të gjitha provimet. Dhe ka pasur diferencë me qarkun tjetër që vinte para atij me gati 1.5 me raste edhe 2 nota. Që do të thotë Kuksi mbetet si qarku më problematik për pjesën e kopjes, po themi. Duke pasur një diferencë kaq të madhe nga qarku në qark, se vogël, normalisht do ketë një qark që është më mirë se të tjerët, se mund të jenë gjithmonë të njëjtë, po Kuksi bie në sy se gjithmonë ka pasur vendin e parë si qarku me mesataret më të larta dhe ka pas diferencë shumë të madhe mesatare nga qarqet e tjera. Kështu që po them Kuksi si qark më problematik për pjesën e kopjes, fatkeqësisht. Po ashtu, zoti Tabaku, janë problematikat shumëta që shfaqen në këto provime, ne i evidentuam bashkë dhe po i diskutojmë në këtë bisedë, por çfarë duhet bërë ndryshe, çfarë duhet bërë më mirë? A mund të ketë psikolog para se të bëhen këto provime, duke qenë se dhe stresi është tejet i madh? A duhet ketë ndoshta në një lloj strategjie tjetër që duhet ndjekur që këto provime të vinë në një formë akoma më të këndshme? Ju bëni shpesh studime, ju bëni shpesh edhe anketime, dhe çfarë rezulton në terren nga anketimet dhe studimet që ju bëni? Po, keni të drejtë për këtë çastje dhe mendoj se mund të bëhen shumë gjëra për ta bërë e para njëherë, do thosha unë, më të drejtë procesin, po edhe pjesa e psikologut që përmendet është e vërtetë se është një periudhë që vërtet hasin shumë stres maturantët. Duke qenë se janë provime shumë të rëndësishme. Po për pjesën e meritës, po themi, ose që provimet të zhvillohen në formë të tillë që secili të marrë atë që meriton, unë mendoj që kemi rastin e mjekësisë për shembull. Rasti i mjekësisë është rast shumë i mirë për ta marrë si shembull, sepse ata kanë bërë këtë, kanë vendosur një provim hyrës që ka 30% të peshës totale të pikëve. Dhe tani nuk mjafton më të marrësh 10 në provimet maturës apo 10 në lëndët e shkollës, sepse nëse nuk del mirë te ky provimi, i cili me thënë drejtën është i bërë në formë shumë të mirë, pra bëhet në kompjuter, bëhet në një sallë të monitoruar me kamera, ti nuk është e ke mundësi të kopjosh aty, është pothuajse 0 shansi që ti të kopjosh. Dhe kjo ka sjellë që në mjeksi tani futen maturantë ose nxënës të cilët realisht e meritojnë të mjeksinë. Kanë fituar mjeksi edhe me notë, po themi 9.1 mesatare të përgjithshme, bashkë me mesataren e provimeve të maturës. Po nuk është e ka fituar me 9.1 dhe nuk është student ose nxënës i mirë. Është shumë nxënës i mirë, përderisa ka arritur të grumbullojë mesatare 9.1, pra tregon që nuk është nxënës i dobët, është mesatar ose i lartë, dhe së dyti ka dalë shumë mirë te provimi hyrës. Që nënkupton, vërteton, po themi, që njohuritë e këtij nxënësi janë shumë të mira. Kështu që unë preferoj, po më pyesësh mua, preferoj më mirë dikush me mesatare 9.0, 9.1, që del mirë te provimi, që tregon që vërtet ka brumë dhe është i mirë, se sa dikush me mesatare 9.8 ose 9.9 ose 10.0, që ndoshta ato nota nuk i meriton. Kështu që e para për ta përmirësuar procesin do thosha këtë, të sigurohet domethënë një nivel meritokracie. Tani unë nuk e di si mund ta bëjmë, se kjo është temë shumë me gjerë, domethënë, edhe do studim vete. Ajo që unë di të them është që është reformuar edhe qendra e shërbimeve arsimore, po bëhet edhe atje një punë e mirë për ta bërë më të mirë këtë qendër. Qendra e shërbimeve arsimore harton provimet e maturës dhe provimet të tjera. Dhe ndër të tjera thuhet në dokumentin në projekt ligj, domethënë në relacionin e projekt ligjit, para se të miratohej, thuhet ndër të tjera që dhe provimet e maturës
plani ose vizioni është që të bëhe në kompjuter edhe të bëhe në salla të mëdha. Kjo pastaj është, për mendimin tim, metoda më e mirë për të siguruar meritokracinë. Për të siguruar një farë qetësie mendore të nxënësve, mendoj që kjo mund të arrihet edhe tani, nuk është se nuk po përpiqen ta bëjnë këtë dhe i kanë lënë nxënësit në arrest, po përpiqen që ti qëndrojnë afër me anë psikologëve e tjerë, po është e vështirë, nuk është një proces kaq i thjeshtë. Dhe kam përshtypjen që edhe këtu nuk është bërë, me thënë drejtën, mjaftueshëm aq sa do duhet bëhej. Nuk e di, ndoshta krijimi ndonjë programi, se kam përshtypjen duke pasur dhe një psikolog që e shef për ditë në shkollë, edhe stepesh të kërkosh, po themi, ndihmë ose të konsultohesh. Po të bëni një program që bënte një farë mundësinë online, domethënë që një nxënës i një X qyteti, i një X shkolle të mund të konsultojë me psikologun e një X shkolle tjetër, në një qytet tjetër, ndoshta do siguronte edhe një farë kështu, të ndiheshin më komod edhe nxënësit që ta përdornin këtë shërbimin e psikologut në shkolla më tepër. Por që këto janë kjo është në nivel ide, domethënë nuk është se unë këto dyja sugjeroj, nëse më pyet mua, unë mendoj që e para të bëjmë meritokraci, e dyta të gjendemi afër nxënësve, se janë në ditë, siç e thatë ju, të rëndësishme dhe ndihen edhe keq në shumë raste. Një tjetër proces i rëndësishëm është edhe përzgjedhja që bëhet më pas provimeve të maturës. Çfarë duhet kenë parasysh maturantët në përzgjedhje dhe cilat janë ato degë që preferohen më shumti nga maturantët? Ajo e para njerë që duhet kenë parasysh është që para se të bëjnë gjithë procesin e provimeve të maturës, fillimisht të hapin një herë dhe të shohin degët që duan, dhe pastaj të shohin edhe si llogariten pikët për degët që ata duan. Kjo është shumë e rëndësishme dhe gati 90-80% nuk e bëjnë si proces. Të shohin si llogariten pikët, sepse aty do kuptojnë ku kanë shanset më të larta për të fituar, çfarë notash u duhen në provimet e maturës për të fituar degën që duan. Dhe siç e thash, shumica nuk e bën edhe i penalizon. Duke bërë këtë, ata do shohin për shembull që në një degë të caktuar që ata duan të fitojnë, provimi me zgjedhje i biologjisë, për shembull, mund të ketë peshë shumë të madhe dhe duhet të japin një fokus të veçantë biologjisë dhe përgatitjes për atë provim. Po ju marrni një shembull se formulat e llogaritjes pikëve janë të ndryshme për secilën degë studimi. Kështu që fillimisht një kontroll i tillë unë e konsideroj që duhet se s'bën. Pastaj zgjedhja e degës është shumë e vështirë. Nuk është se ne këtu mund të ofrojmë një orientim si me të plotë dhe të uniform të saktë për të gjithë. Cili ka specifikat e vet, po do u thosha personalisht që të një degë që u pëlqen dhe të mos varet vetëm tek pjesa e rrogës ose popularitetit që ka dega. Për shembull, për informatikë, programimin, vite që konsiderohet degë e mirë, ka vite që trumpetohet, pra shkojnë shumica atje, po në fund vitet rrezikohen nga AI. Kështu që janë gjitha faktorë këto që duhet i konsideroj. Dhe unë për shembull sot nuk i sugjeroj më njerëzve ose maturantëve futu tonit e informatika, se më përpara mund t'ja sugjeroj edhe një pjesë edhe e gjenin veten. Tani nuk ja sugjeron dot dikujt që nuk ka baza shumë të forta. Pra nuk do zgjidhja më degë informatike nëse nxënësi nuk ka baza shumë të forta që në gjimnaz. Se tani është shumë e vështirë. Po flas për informatikën se është dega më e përzgjedhur. Domethënë vitet e kaluara ka qenë number 1, në numër 1 më e përzgjedhura në rang kombëtar. Tani ka ndryshuar çik struktura, sepse ka vajtur interesit e degët praktike. Për shembull, ka vajtur interesit tek degët e mjekësisë, te mjekësia e përgjithshme, te infermieria, te inxhinieri, kupton, sepse janë degë më praktike, në një farë forme nuk rrezikohen as nga inteligjenca artificiale. Dhe ka rënë interesi, nuk po them rënë tek degët e informatikës. Po prap do kemi regjistrime edhe aty, po nuk do jetë siç ka qenë disa vite më përpara që mbaronin kuotat për çështje 2 ditësh, 3 ditësh.
Ju përmendët disa nga degët që janë shumë të rëndësishme dhe që shikohen me interes edhe nga maturantët, të paktën nga vitet e kaluara. Mendoni që inteligjenca artificiale, ju e përmendët paksa në fund, mund të ndryshojë edhe për zgjedhjen e tyre për Afrika ndaj të ardhmes, mund t'i bëjë akoma më shumë studentët ose në këtë rast maturantët të mendojnë më gjatë për të ardhmen e tyre, edhe do të reflektohet ky fenomen këtë vit, duke qenë se inteligjenca artificiale në këtë vit ka marrë një hovë të madh? Po, do reflektohet, unë kështu mendoj. Shikoj, inteligjencën artificiale kemi pasur për rreth 3-4 vite tani, 3 vite, diçka e tillë. Po në nivelin keni drejt kur thoni se në nivelin aktual, do më thënë për momentin është në nivelin më të lartë që ka qenë ndonjëherë, do më thënë dhe në popularitet. Kështu që normalisht do indikoj të gjitha, jo vetëm procesin aplikimit universitar, po edhe shumë faktorë të tjerë që lidhen dhe me arsimin dhe me provimet e tjerë. Po në rastin konkret, e thash do më thënë, degët dikur që janë konsideruar të mira, po flasim para 2 vitesh diçka e tillë, kanë qenë gjithmonë inxhinieria informatike, inxhinieria telekomunikacionit, ka qenë informatika ekonomike, kanë qenë degë që mbylleshin kuotat për, do më thënë, aplikimi universitar raundi i parë për shembull ka 14 ditë aplikime. Te këto degë që ju thash mbylleshin kuotat për 2-3 ditë. Ndoshta edhe më shumë, po te ato që janë më popullore mbylleshin 2-3 ditë, 4 ditë, 5 ditë. Tani duke qenë se është futur AI dhe ka lvizur pak fokusi nga këto degë, ka shkuar në degë të cilat janë më teknike, të cilat janë më të vështira të zëvendësohen nga AI. Për shembull, një mjek nuk e zëvendëson kurrë AI. Sado i mirë të jetë AI, gjithmonë mjeku do jetë ai që do vendosi të paktën për të ardhmen e afërt, se në 2100 nuk e dim çfarë mund ndodhi. Mund dali në një robot, në një mjek me AI që e nxjerr komplet pa vlerë mjekun si njeri, po tani për të ardhmen e afërt nuk zëvendësohet. Dhe kjo është edhe me infermierin, kjo është edhe me stomatologun, edhe me, ku diun, disiplina të tjera, farmacistin. Kështu që në këtë kontekst, aty ka shkuar tani interesi, është më tepër te degët mjekësore, është tek ato degë që se s'bën duhet jetë edhe një njeri, dhe AI mund të jetë ndihmë më e madhe, po duhet të jetë edhe një njeri që e zbaton ose që e bën punën. Për shembull arkitektura, inxhinieria e ndërtimit, po edhe te drejtësia për shembull, vërtet AI e bën punën e një juristi ose avokati ose ku diun shumë mirë, po për të qenë avokat të duhet licenca. Për të qenë psikolog, vërtet AI mund të jetë psikolog i mirë, po të duhet licenca. Kupton, pra, nëse nuk i bëjmë këto, nëse nuk i studiojmë në shkollë, nuk marrim dot licencën dhe nuk bëjmë dot rolin e juristit, as rolin e psikologut pa shkollë. Kështu që janë ca degë që vërtet po kërcënohen nga AI, po nuk mendoj që ende është në atë fazë sa të nxjerri për shembull degët e informatikës të nxjerri me shumë pak aplikime apo me shumë pak interes. Dhe unë e thash në fakt, informatika, i programimi, se ke edhe informatikë që merret me pjesë fizike të kompjuterit, hardware, ke edhe që merret me rrjetat kompjuterike, këto nuk zhduken. Nuk ka ku të shkoj, një që merret me rrjeta do lidhi kabla, do lidhi sisteme, nuk e bën dot AI. Kështu që këto që janë më të zëvendësueshme nga AI është inxhinieria informatike, pra që je totalisht programues në pak fjalë, dhe degë të tjera të kësaj forme. Degët e tjera nuk është se preken, pavarësisht të mund zëvendësohen. Siç u thash, avokati, financieri, kontabilisti, janë profesione me licencë, nuk zëvendësohen dot. Siç zëvendësohen disa profesione të tjera. Kështu që për momentin me sa shoh te statistikat, sepse këto mund të ndryshojnë në momentin që vjen aplikimi universitar, për momentin degët më të kërkuara janë të mjekësisë dhe pastaj inxhinieria e ndërtimit, arkitektura etj. E kanë lënë çik pas informatikën.
Zoti Tabaku, edhe një pyetje të fundit, më duket si përsëritje, por duke qenë se kemi të bëjmë me interesin e maturantëve, ndoshta shpeshherë edhe gjatë bisedës mund të mbijem në përsëritje. Si bëhet pikëzimi? Ju thatë, si një maturant mund të bëj pikëzimin e pikëve në mënyrë që të kuptoj nëse është fitues apo jo në projeksionet e ardhshme për degën që ai dëshiron. Për të bërë llogaritjen e pikëve ka dy mënyra. Mënyra e parë është që ata kërkojnë në Google për shembull Universiteti Politeknik i Tiranës, kriteret e pranimit dhe dokumenti që u del përmban gjithë formulën se si llogariten pikët për degët e Universitetit Politeknik. Kjo mënyra është çike e vështirë sepse të lodh në kuptimin që secila degë ka formulat e veta, duhet bësh zëvendësime, është llogaritje, thënë komplekse matematikore. Mënyra e dytë që është e thjeshtë pastaj, po më duket po promovoj aplikacionin ton, tek aplikacioni jon llogaritja e pikëve për të gjitha degët është falas, pra nuk paguan. Mjafton shkarkojnë aplikacionin ton, shkojnë te dega që duan dhe mjafton vendosin notat në formular. Vendosin notat, sistemi u nxjerr direkt pikët e tyre. Pra pa u lodhur fare as me matematikë, as me llogaritje. Zoti Tabaku, faleminderit shumë për këtë intervistë, faleminderit shumë për këshillat që ju dhat dhe kam përshtypjen që do i monitoroni nga afër të gjithë procesin e provimeve të maturës dhe shpresojmë që të jetë më i mbar dhe më i suksesshëm se sa vitet e tjera. Faleminderit shumë juve që i kushtoni rëndësi një procesi kaq të veçantë dhe të rëndësishëm dhe ne ju urojmë suksese të gjithë maturantëve për provimet që po vijnë. Faleminderit. Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions.